Politika e Aleksandar Vučić e uljes në dy karrige midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian po i kthehet si bumerang. Pas vendosjes së sanksioneve ndaj kompanisë energjetike NIS, është në ndikimin rus dobësitë e regjimit serb dolën plotësisht në pa. Kështu thot Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi. Sipas saj, kjo krizë mund të ndryshojë përfundimisht balancat politike në rajon, përfshirë edhe qasjen e Serbisë ndaj Kosovës. Sanksionet ndaj NIS-it janë më shumë se një çështje energjetike. Ato testojnë të gjithë strukturën e pushtetit të Vučićit, aftësinë e tij për të ruajtur ekuilibrin mes Rusisë dhe BE-s dhe për të mbajtur gjallë narrativën e stabilitetit, që ka qenë shtylla kryesore e regjimit të tij, deklaroi Biserko në një intervistë për portalin ETV. Sipas saj, Serbia është futur në një fazë të retensioni, sepse perëndimi po humb durimin, ndërsa Moska kërkon besnikëri të plotë. Kjo e lën Vučićin pa aleat dhe pa rrugdalje. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk do të tolerojnë më këtë pozicion neutraliteti të rem. Beogradi duhet të vendosë ose rruga evropiane ose varësia nga Moska, shtoi ajo. Sipas Biserkos, pasojat mund të jenë serioze: humbja e besimit të investitorëve, dobësimi i dinarit, rritja e çmimit të importit dhe goditja për projekte strategjike si Expo 2027, të cilin Vučić e sheh si një simbol të suksesit të tij. Edhe pse efektet e menjëhershme ekonomike janë të kufizuara, kriza e rrit pasigurinë politike duke e vendosur pushtetin në presion për të gjetur një kurs të ri të politikës së jashtme. Nëse ndodh ndonjë tronditje ekonomike ose një rritje e presionit perëndimor, sipas Biserkos, Partia Përparimtare Serbe, SNS, mund të humbas një pjesë të mbështetjes, ndërsa opozita mund të fitojë terren. Sanksionet ndaj NIS-it dhe presioni që ato sjellin mund të përshpejtojnë ndryshimet politike në Serbi, jo vetëm për shkak të pasojave ekonomike, por edhe për shkak të rrëzimit të narrativës së stabilitetit, mbi të cilin pushteti është mbajtur deri tani, tha Biserko. Ai ushtoi se me qenë se Parlamenti Evropian tashmë ka miratuar rezolutën shumë kritike për Serbinë, është e qartë se Vučić ka humbur durimin e BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse Beogradi nuk e përcakton qartë pozicionin e tij, mund të përballet me izolim diplomatik, ndërprerje fondesh europiane dhe sanksione politike. Rënja e mbështetjes ndërkombëtare mund të çojë në ndryshime të brendshme, sepse pushteti në Serbi tradicionalisht varet nga legitimiteti i jashtëm, tha ajo, duke shtuar se kjo nuk kupton domosdoshmërisht rrëzim të menjëhershëm të regjimit, por fillimin e erozionit të tij politik. Sipas Biserkos, Vučić mund të tentojë të mbijetojë politikisht me disa lëvizje simbolike pro-europiane, si deklarata për afrim më BE-n, rregullime teknike ose distancim verbal nga Moska, por pa ndryshime reale. Vučić nuk është gati të shkëputhet nga Rusia, sidomos në sektorin e energjisë dhe sigurisë. Ai mund të vazhdojë me narrativën e Serbisë rrezikuar, duke përdorur tema si Kosova, Republika Srpska apo presionet nga Brukseli e Washingtoni, theksoi ajo. Por sipas saj, Moska nuk do të pranojë këtë lloj të dyfisht dhe mund të ushtrojë presion përmes ndikimit të saj ekonomik dhe mediatik në Serbi. Vučić mund të mbijetojë taktikisht, por nuk ka më hapësirë strategjike për ta zgjidhur këtë krizë. Çdo krizë e ardhshme do të jetë më e rrezikshme për të, sepse po lodh edhe sistemin edhe shoqërinë, përfundoi Biserko.